Falëndërimi, hamdi takon madhnisë Allahut, që na ka bërë rrezik shahadetin në zemrat tona. Allahun e falënderojmë që na mundson ta përmendim madhninë e Tij dhe të falënderojmë për mirësitë e Tij që na ka dhuruar dhe në fetë të Islamit na ka udhëzuar. Salat dhe selame i dërgojmë në kohën më të mirë, në vendin më të mirë, në ditën më të dalluar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ditë e Gjuma, ditë e fundit e festës së Kurban Bayramit, duke lutur të madhin Zot që Allahu sakrificat, kurbanin dhe adhurimet tona Allahu kabul dhe makbul t'i ban. Dita e Gjuma është dita e pastrimit të gjunaheve. Është ditë që muslimanët pastrojnë trupin e tyre duke ndjekur sunnetin e Muhamedit alayhis salam, i cili na ka porositur për ditën e Gjuma me pastru trupin, por të njëjtën kohë muslimani vjen në xhami dhe me pastru zemrën nga mëkatet e bëra. Dita Gjuma është ditë festive dhe e veçantë me dy festa në këtë moment në fundin e Kurban Bayramit dhe ditës së Gjuma. Është dita në të cilën muslimanët parfymosin trupin e tyre, por nuk duhet me harru vazhdimisht me parfymos shpirtin me ndershmëri dhe me vlera të çmuara. Dita Gjuma është dita kur veshën muslimanët me tesha të bukura dhe të pastërta, por mos të harrojnë ta veshin petkun e devotshmërisë të takvallukit në zemrat e tyre. Dhe dita Gjuma është dita që i çojmë salavat më shumë ti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ta gjejmë shefatin e Tij në ditën e Kiametit dhe thojmë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Besimtarë nderuar, në këto momente të kësaj dite të veçantë, ku jemi në përfundimin e Kurban Bayramit, jemi ditë e dalluar, ditë e Gjuma ku pranohen lutjet, e lusim Allahun që Allahu t'i falë gjunahet tona dhe t'na ban nga banorët e xhenetit dhe t'na mbrojë nga zjarmi i xhehenemit. Pasi e filluam këtë fillim me pastrim të trupit e të shpirtit e të mendjes, mesazhi i kësaj hutbës është pastron jetën tanë dhe prej në sabah kur dalsh nga shtëpia jote. Shumë njerëz flasin për një smundje që ka marrë havë të madh, smundja kancerit, dhe trishtohen nga kjo diagnozë e cila shkatëron trupin e njerëzve. Allah i shërof muslimanët nga kjo smundje dhe gjitha smundjet. Por mos të harrojmë, është një lloj kanceri tjetër në shpirtin e njerëzve dhe ajo ja u ha vlerat më të mëdha që janë të përhershme të ahiretit. Prandaj kujdesi nga zemra, nga kanceri në zemër është më i rëndësishëm me pas kujdes se nga kanceri i trupit. Trupi është i përkohshëm, jeton 60 dhe 70 vjet, ndërsa shpirti jot udhton ka Allahu. Jetë e përhershme në të cilën nuk ka fund, shkon në xhennet, Allahu na sip na baft, ose ata që s'kan besuar shkon për xhehenem. Një njeri dul një ditë prej ditëve, ishte me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sahabët dhe i than, e pa në durët e tina me punë, durët e lodhëra, durët punëtorit. Dhe i than sahabët, nga pamja që e pa nga durët e tina, i than, si kur t'ishte kjo lodhje o pejgamber i Zotit, nga ky njeri për hir të Zotit do të fiton të shumë. Çfarë? Punëtor në sabah, ja pa në durët, i cili i kishte të plasaritura, dur punëtori. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka dalë nga shtëpia për me ushqy evladin dhe familjen e vet, fa huwa fi sabilillah. Kjo është fi sabilillah. E dyta, tha, nëse ky njeri ka dalë për hir të madhnisë Allahut me kërku rizikun, me punu, me njet të pastër, për me ushqyer familjarët e vet, prindërit nëse i ka të mëshuar, fa huwa fi sabilillah. Nëse dikush ka dalë nga shtëpia që të fitoj me krenari me halal dhe të jep me halal, fa huwa fi sabilillah, dhe kjo është për hir të Allahut. Nëse dikush del me një të keq nga shtëpia për sy e fatësi, për lavdata dhe nga mendja madhësia, thotë kjo është për shejtanin.
mesazhi i këtij hadithi. Edhe punën që e bën duhet më kanë me njetin për Allahun, edhe ibadetin për Allahun, edhe kurbanin për Allahun. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lak. Thot Allahu në Kur'an, thua jo Muhammed ummetit se namazi, kurbani, jeta dhe vdekja t'janë vetëm për Allahun. O vllai dashur, duhet me pas kujdes. Sahabët për shokun e tyre kanë thënë, sikur të punon ky për ahiret, edhe pse pjesa e punës për me ushqy familjen është pjesë e adhurimit, për furnizimin me rrezik halal, edhe për familjarët, edhe për prindrit, edhe me krenari, edhe me halal, me fitu dhe me halal, me harxhu, është pjesë e adhurimit. Prandaj çdo ibadet, çdo vepër që e bën, duhet me pas njetin e mirë, runi zemrat e juve. Kur je i pastër në zemër, Zoti t'jep dritë dhe të ruan nga kanceri i zemrës. Zoti t'jep bereqet prej nga se pret. Prandaj mesazhi i hutbës është: pastroje zemrën dhe njetin tënd, se nuk pranohet asnjë ibadet pa e pas njetin tamam. Kur je i pastër në njet, Zoti të ban të dashur dhe të njerëzit tjerë, siç e ka bën këtë njeri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ban të dashur, njeti i mirë dhe puna e mirë, ti je i dashur dhe i njerëzve, ndërsa ti që ngritesh me njetin e keq, edhe e ban edhe veprën e keqe, ti s'munësh me qenë i dashur tek njerëzit. Njeri mirë është ai i cili shpreson dhe ja u dëshiron njerëzve tjerëve të mirën. Mos haro vllai i dashur. Lumturia që Allahu ja ka dhënë dikujna dhe ja ka dhënë të tjerëve, nuk ta pakson ty pjesën e lumturisë që Allah ta ka caktuar. Mos ki hased te vllai jot. Mos ki xhelozi te pasuria tjetër se nuk të paksohet nga rreziku jot. Numrat nuk janë caktuar te Zoti, e pi paksohet Allahu nga mirësia e tij. Pastroje zemrën tënde, kënaqo me vllaun tan i cili është i pasur. Mos mendo se të paksohet ai ta ka marr rrezikun tan. Hoxh ma ka marrë filani biznisin, s'ta ka marrë filani biznisin, po ti e ki taksirat se ki njetin e mirë dhe zemrën e mirë. Bahu njeri i mirë me zemrë të mirë dhe njet të mirë, se Allah i don njerëzit e mirë. O vlla, nëse don me u knaq në dynjat, knaqe zemrën tane duke u knaq me të mirat edhe të tjerve. Ndëgjoni me vëmendje këtë moment, se njeriu kënaqet ndonjëherë në hakmarrje një moment. Ti që e vran dikan, ti që e vjedh dikan, ti që i ban zullum dikujna, ti që e trishton dikan, s'munësh më kanë rahat në zemrën tënde. Nëse don më u kënaq gjithë jetën, falo. A nëse hakmirësh, kënaqesh një moment. Nëse fal, kënaqesh gjithë jetën, dynja dhe në ahiret. Resulullah i ka fal ata që ka e plagosën pejgamberin alayhis salam. Resulullah i ka fal ata që ka i vjedhën muslimant. Resulullah i ka fal ata që e luftuan Muhammedin alayhis salam. Fal ti o vllai dashur. Fal se Allah i don ata që fal. Banu zemërxhan, mos vëno kancer në zemrën tënde. Krye mundësinë tënde, jeto me ndershmëri. Mos ja trishto zemrën vllaut tan. Mos e ban me qajt se loti vllau tanë është shumë i rëndësishëm. Nëse ai loton për dhimbjes tënde, ti s'munësh më u gëzu as në dynjë dhe as në ahiret. Mos ja prish buzëqeshjen, bën shkak që të buzëqeshen njerëzit dhe të gëzohen me veprat tua. Mos i trishto shpirtat e njerëzve. Por le xhurm, le trashëgimi dhe kujtime të mira, se fundja fundit duajën vetëm nga të tjerë që e merr kimu knaq në dynjë dhe në ahiret. O ju vëllezër, unë jam para jush këtu në këtë moment dhe pe përfundoj. Mi jau thonë këto fjalë me largu të keqen, me thirrë në të mirë dhe me rujt zemrën tonë. Ishte Kurban Bajrami, është ditë e xhuma, është ditë e pastrimit. Të pastrojmë zemrën tonë nga besimet e kota, nga kibri, nga haseti, të investojmë në dashuri ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj muslimanëve dhe ndaj gjithë muslimanëve ya Rabbel Alamin. Prandaj në këtë ditë të veçantë të bëjmë ditë ndryshimi, se nuk mundet muslimani me qenë fitimtar pa e pas njetin e mirë. Nuk i bëhet vepra kabul pa e pas njetin e mirë, dhe hadithin muslim është innamal a'malu binniyat. Njeriu vlerësohet sipas njetit. Allah na bëft njetin e mirë dhe vepra të mira. Allah i pastroft zemrat tonë dhe gjuhën tona. Allah i pastroft
veprat e tona të këqija i shndroft në të mira, ja Rabbel Alamin. Elusim Allahun me emrat e bukur ti dhe cilësitë e tij të larta, që kjo ditë xhumaja të jetë ditë pastrimi nga zemra, nga të këqijat në zemrat tona, përmirësojmë gjendjen tonë, t'i afrohemi Allahut, të gëzohemi, të dashurohemi mes vete dhe të arrijmë kënaqësinë e Allahut. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.